Thjesht unë besoj vetëm vendi qesh atje, kupton? Qesh vendi shenjtë. Ka pasur një njeri të shenjtë kjo zona? Ne nuk kemi pasur shumë. Në një she, në një... Jo, te ne jo. Jo, s'ka pasur. Te ne jo, mund të ketë, po unë se mbaj mend. I ke parë këto protestat në Tiranë? Po. Si t'janë dukur? Ashti si më janë dukur mua. Si cili ka dëshirën e tia dhe bindjen e tia, po për mua në një pjesë e kanë shumë gabim. Pse? Ashtu që të vend të kërkojnë të drejtat janë plotësisht dakord. Të vend të kërkojnë drejtat janë plotësisht dakord, po jo ti ki ky e ta marr ai, se ata njësoj janë dy. Po thjesht vendin e Shqipërisë mos ta shesin se s'jau ka lënë as dikushi. Nuk e kanë trashëgimtarët tyre. T'i japin atij që e ka. Ta po shesin me para. Parte fituan, lanë eshtrave malet, lanë çdo lloj gjithë diçka edhe këta në shti u kthyen dhe po e shesin me lek. Dhe shumë gjuna. Këtë diçka ka hedhur natyra, ka hedhur Perëndia. Pse vete shkatërron njerëzia? Po pse mendon ti që ne shqiptarët shkojmë në këtë pikë? Se shkojmë në këtë pikë? Ne shkojmë në këtë pikë se na shtin ne jemi berë që nuk do më çoj shoqin me. Dhe si ta bërzëm dhe të mbushim xhepet e tanë. Të gjithë e kanë këtë apo vetëm një pjesë? Ma sot të gjithë se kanë populli, po qeveria ka e tërë. Pa përjashtim asnjëri. Ja di rrogën ti? Një deputet, 3 milion lek. 3 milion lek. Ashtu. Me këto vite ai, që merr 3 milion lek, me makina shumë të shtrenjta, dhe bën pushimet ku i do më të shtrenjtat, dhe mund të ketë 5, 6 apo 10 apo 15 biznese po e po. Ku i gjeti këto lek ai? Na dolën. Pse si bëj unë? Pse si bën ti? Si bën populli? Po i bën vetëm ai. Mish që ata janë të lidhur me shoqët lërë që hajnë atje, le të flasin, le të bëjnë çdo duan, nashti ata nuk pyesin as na mua, dhe as na ty, dhe as na dikush. Ti vetë voton? Kam votuar, po edhe pishmend jam bërë. Pse? Shumë pishmend fare. Pse mo? Shumë pishmend jam bërë. Kot që ja kam dhe, për që dhe ja. Në moment kur vijnë vota të duan aq shumë që s'ka ku të vej me. Sa e mori, i thot se s'ma ke dhënë mua, se mora vesh ja ke dhënë i tjetrit. Me vërtet kështu të kanë thënë? Po ka plot që ka dhënë jo mua, po ka plot tjerëve. Ta kanë thënë ty, ha? Jo, mua jo. Mua jo, po tjerëve, mua jo. Kush e mori me Maljen? Si e ka emrin? Albert Male. Albert Male. Është i majt apo i djathtë? Nëse i majt apo i djathtë, unë nuk e di. Mu me kë kandidoj? Kandidoj vetë, nuk t'jap me detaj më teja. A, kandidoj vetë, ishte i pavarur? Vetë, po. Vetë doli. Vetë? As me PS-n, as me PD? Nuk e di në ato kra. Që di në ato kra fare? Po ti ndihesh më shumë me Maliot apo Tepelenas? Shiko, bashkit janë ndarë, po ne rrethin me Tepelen e kemi. Tepelen? Po. Se më për para s'kanë qenë bashkit, po kanë qenë komunat. Po këtë atëherë dëgjove ti shkollën e çobanit? Shkollën e barimve? Të dëgjuar mund ta kem dëgjuar. Do shkollë kjo punë? Pse s'do? Më mirë akoma. Më mirë, ti fuz do të në shkollë se po vati me njëri me bakti. Mësoj do të gërma këta pa të qikot. Çobanin mund ta marrin thjesht se thonë që edhe faktikisht e paragjykojnë. Pse? Paragjykojnë shumë njerëz. Pse? Po e paragjykojnë me nashi, sepse paragjykojnë në mendjet e njerëzve. Po çobani është aq i zgjuar që se ka ide njëri. Se çobani ka të bëjë me tregtarin. Çobani ka të bëjë me kasapin. Çobani ka të bëjë me SMT-n. Çobani ka me çdo lloj gjë, sikur na intrik mësoj ata 10 intrika i mësoj çobani. E dytë i di vet ai? Të kanë paragjykuar ndonjëherë? Mua jo. Asnjëherë? Jo. Edhe kur i ke thënë që çat, kur të pyesin, çfarë i thua? Unë e kam treguar dhe këta faktikisht e din që unë jam në këtë punë time. Që je bari? Po. Dhe mos më ka paragjykuar asnjëri. Faktikisht, përveç asaj që më kanë thënë bravo të qoftë.